Shikues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se veni në Kallëzo për një me. Reshat Maliqi, një ish polic i krahinës socialiste autonome të Kosovës në kuadër të Jugosllavisë. Ai u burgos në vitet e 90-ta për shkak se ishte pjesë e themelimit të policisë së Republikës së Kosovës. Pas burgut dhe pas luftës, Reshat Maliqi kthehet në shërbimin policor të Kosovës. Aty, ai arrin majat e gradave të këtij shërbimi. Ai emërohet në mesin e 5 generalëve të shërbimit policor të Kosovës, i cili në atë kohë udhëhiqej nga UNMIK-u. Maliqi u bë drejtori i policisë së Kosovës në vitin 2011 dhe pas një shkarkimi që gjykata e cilësoi si jo të lehtëshëm, Maliqi vazhdoi punën në polici deri para pak javësh. Kolonelin e pensionuar e kemi ftuar sonte për të diskutuar për policinë e Kosovës dhe për përvojën e tij në punën policore. Zoti Maliqi, faleminderit që keni pranuar me qenë sonte pjesë e emisionit tonë dhe fillimisht urime pensionimi. Faleminderit për ftesën. Ju kam ftuar sonte me diskutu për shkak se në Kosovë kemi një problem bukur serioz, gjatë kohës kur janë në mandat dhe gjatë kohës kur janë e pror njerëzit në policinë e Kosovës nuk lejohen me diskutu shumë për problemet që i ka brenda institucioni i cili vlerësohet si më i besueshëm në vendin tonë. Andaj kisha dashur që me juve me bëni diskutim ndoshta prej një pozicioni tjetër tash dhe me qenë shumë ma kritik dhe ma informues për publikun për ato që ka ndodhin brenda policisë së Kosovës. Njëra prej pyetjeve të para që secilit njeri dhe secilit e prori i cili ka punuar në policinë e Kosovës, i cili del në pension është me diskutu problemin e ndikimit politik në policinë e Kosovës. A mendon që policia e Kosovës vazhdon me qenë mekanizëm i ndikuar prej politikës dhe a mendon që ka tendencë prej politikës në vazhdimsi me dominu punën e policisë? Fillimisht faleminderit për ftesën. Unë po flas për përvojat e mia personale dhe me siguri se ato reflektohen edhe te kolegët e mi, por nuk di në çfarë mose ato sot reflektohen sepse nuk kam njohuri si reflektohen ato, por e di se tendencat për kontroll, për ndikim të politikës në polici kanë qenë prej fillimit, ka pas këshilltar të posaçëm që jenë emëruar te ministri vetëm më morë me çështjet policisë, më morë me policinë, ka pas edhe persona tjerë rreth tyre. Për kohën derisa unë kam qenë drejtori i përgjithshëm i policisë, po edhe sa kam qenë shefi i operativës, nuk njoh ndonjë rast që dikuj ja ka bën ndonjë shërbim për shkak të ndonjë përkatësie partijake apo politike apo çfarë do qoftë. Ajo për kombo përpjekje që çdo herë tashmoj profesionalizmin, tashmoj punën, tashmoj shkollimin, tashmoj trajnimet dhe përkushtimin e atyre që vërtet meritojnë edhe të avancohen edhe të pozicionohen në pozita të mira. E di, ndoshta edhe si rezultati i krejt ati ndikimi, unë kam qenë një prej drejtorëve të pandëgjueshëm që si rezultati i saj edhe jem shkarku që asnjëherë nuk më zdon arsyetimi edhe i shkarkimit, as nuk e di as sot cili ka qenë arsyetimi i shkarkimit, por një është që nuk më pranu asnjëherë që të më dikton çështje operative dhe hetimeve. Shkarkimit pak më vonë, po du me marë perspektivën e juj, ndjeshmërinë që ju e keni kriju, a ka një presion që policia mjë nënshtru politikës dhe vendimeve të politikës, dhe a ka një përzirje të palejume prej asaj që ka ju dini mrena polici. Flitet për ndërhyrje në dhomat komanduse, për prezencë të njerëzve të pa autorizuar në dhomat komanduse. Këto çështje shumë mirë i rregullon ligji, unë po them që kam qenë udhëtar i zbatimit ligjit, jo i urdhrave, jo i ndikimeve, dhe tani ka fjalë që është e vërtetë që edhe ministri vetë ka shkuar në dhomë operative dhe kur prezenca e tij në dhomë operative me siguri se reflekton që ata të tjerët i nënshtrohen edhe urdhrave të tij. Është e lejueshme me rregullative ligjore? Me ligj nuk është e lejueshme, tash ministri e ka rolin e politikës dhe mbështetjen e policisë në aspektin e financiare, strukturës me ndihmu zhvillimin dhe funksionimin e policisë, por jo edhe ndikimin në çështje operative dhe në çështje hetimore. Çështja e operativës dhe çështja e hetimeve i takon drejtorit përgjithshëm dhe stafit tij, rreth tij që janë dhe ata në mënyrë të pavarur duhet ta ushtrojnë atë funksion. E jo tash presin.
për shembull kemi ministër sot në detyrë Xhelal Sfeci. Nëse ka hyrë në dhomat komanduese, pse nuk ka brenda policisë të Kosovës njerëz që refuzojnë me leju hyrjen në këtë formë? Është vështirë, po them unë nuk kam hasur në persona të tillë që kanë ndonjë qëndrim kategorik, ndonjë qëndrim të fuqishëm rreth kompetencave tyre, sepse ata nëse veprojnë ashtu nesër nuk do të ulen më në atë karrik. Me siguri se me njëherë shkarkohen dhe ata duhet me qenë edhe vetëdijshëm që ligji nuk e rregullon atë çështje dhe nuk lejohet e ndërhyrjet, e ka kabinetin ministri ku ka mundësi me thirr drejtorin apo veprorët e tjerë dhe me bisedu për çështje edhe ndoshta nëse i intereson ndonjë detaj edhe rreth planifikimit, edhe rreth kontrollit, edhe rreth zhvillimit ndonjë ngjarje aktuale, por jo edhe shkon në dhomë komanduese, sepse dhoma komanduese është dhomë ku aty monitorohet dhe ku përcillet ndonjë ngjarje e caktuar. Pse ligji ja ka ndalu ministrit apo këshilltarëve të vet me qenë pjesë e dhomave komanduese? Do të me kuptuar për shkak të profesionalizmit që policia duhet të jetë e pavarur në punën e vet dhe policia duhet të zbaton ligje dhe nuk duhet të zbaton urdhrat politikës apo ndikim të personave politik, por duhet të zbaton ligji i cili në mënyrë të barabartë i trajton të gjithë qytetarët dhe të gjitha rastet. Dhe ndikimi i politikës në çështje operative dhe në çështje hetimore e dobëson funksionimin e policisë dhe e largon prej onës profesionale, prej asaj që policia është e krijuar, është e dedikuar. Nëse kemi situatë ku ju po përmendni që ka njerëz që është ministri apo njerëzit e tij që futen dhoma komanduese, sa e dëmton kredibilitetin e policisë fakti që po konstatohet që nuk ka njerëz që nuk guxojnë mi thonë ministrit mos hin në dhomë komanduese? Unë besoj nuk di ndonjë rast që dikush e ka largu ministrin apo ndonjë nga këshilltarët e tij prej dhomës komanduese, por zëra ka pas të tillë, zëra kritik, edhe ka në kuadër të policisë Kosovës të tillë që i kanë tregu vendin edhe i kanë thonë nuk është vendi juaj këtu dhe nuk është mirë që ju të paraqiteni këtu, mirë po si duket ministri aktual ka dëshirë që të ndërhyjnë dhe të ketë nën kontroll çdo send dhe besoj se edhe prezenca e tij dhe qëndrimi i tij është pa pëlqimin e policisë, por është ligjore kjo? Nuk është ligjore. Dhe pse vazhdohet mu bë kjo punë? Ajo është thonë herë. A dini? Kritika në drejtim të politikës janë shumëta, por si zakonisht të ne mbesin edhe pa përgjigje, mbesin edhe shurdër, që do të thotë që nuk javnojnë veshin as fjalëve të popullit, as shqetësimeve të profesionistëve, por kjo nuk është e mirë dhe nuk duhet të ndodhë as tash, po as në të ardhmen. Është mirë që të lejohet sepse policia e Kosovës e ka kaluar fazën emergjente, tash është në fazën e konsolidimit jashtëzakonisht të mirë profesional dhe kanë aftësi dhe kanë kapacitet që ata në mënyrë të pavarur ta menaxhojnë çdo situatë. Përpos dhomat komanduese, a vendos politika dhe kush me qenë komandant, edhe kush me qenë komandant rajoni? Nuk ishtë dashtë me vendosë, na kemi ligjin e policisë, ligji i policisë e përcakton se policinë e menaxhon dhe udhëheq drejtori i përgjithshëm i policisë me zaventësat e tij dhe ndihmësat e tjerë kryesues të departamenteve. Ajo që mu nuk më ka pëlqyer asnjëherë, që nuk më pëlqen as sot, është centralizimi i kompetencave shumë i fuqishëm në dorë të drejtorit të përgjithshëm, që unë mendoj se duhet delegohen disa gjëra dhe jo të qëndrojnë tash në varën për lëvizjen apo një rreshteri prej një rajoni apo prej një stacioni me marrë pëlqimin e drejtorit të përgjithshëm, sepse ai ka shumë punë tjera me prioritete më të larta se më marrë me një rreshter apo me një toger. Po flasim për strukturën e policisë, po flasim për njerëz më kryesorë që janë vendosur në strukturën momentale të policisë të Kosovës. A mendoni që ka pas ndikim politika kush me qenë emrat aty? Fjale për flitje ka pas rreth asaj. Unë nuk di diçka konkrete të them se po të kisha një uri kisha thonë pas një hezitim, por nuk kam një uri që vërtet ka, por paraprakisht është folë se kush do të vjen në cilën pozitë
dhe ashtu që është folë dhe ashtu edhe ka ndodhë. Kjo tani është një element që besojmë edhe në ato që... Po kjo folja mund të me pas interpretimet ndryshme. Ky po vjen për shkak se po e don drejtori, ose ky po vjen për shkak se po e don ministri. Qysh janë që të folën në polici? Përzgjedhja është shumë demokratike, është për një komisioni që emërohet nga kryeministri. Unë intervistave tilla ju kom përgjigj dhe besoj në ato që ishtë do zgjidhet më i miri, jo ai më i ndëgjueshmi apo ai që është lojal ndaj një grupacioni apo ndaj ndonjë partie apo politike në përgjithësi. Ne duhet të lirohemi nga të menduarit politik, ne jemi vetëm polis. Dhe duhet mendojmë si polis i zbatues ligjit, jo qysh politika, sepse mund të kemi do kundërthënie në momentet caktume dëshirojnë që me njëherë të kryet në një punë se të arrestohet në një person, por jenë do parakushte, sepse ne po jetojmë në një shtet demokratik, ku qytetarët duhet të kenë lirit e tyre të garantume me kushtetut, dhe s'mund të veprojmë sipas dëshirës ndonjë individi arrestoje këto ose ndaloje ato, por duhet plotësohen kushtet ligjore. Kjo çështje e plotësimit kushteve ligjore na takon neve profesionistë, nuk i takon politikës. Çka do të më ndodhë mu bo shkapja e policisë prej politikës? Po, vetëm duhet ta lënë policinë që ta ushtron në mënyrë të pavarur funksionin e vet dhe ta kryejnë punën e vet. Duhet të përkrahet profesionalizmi, duhet të kushtohet rëndësi ende më e madhe se tash trajnimeve të policisë. Sepse pa trajnime të mira, pa pajisje të mira, nuk ka mundësi që ata dhe ta përfundojnë edhe misionin e vetë që e kanë në zbatim të ligjit. Po du me kalu të njëna prej temave po ashtu të nxehta e cila është përmend në vazhdimsi. Në zgjedhjet e vitit 2021, qeveria Kurti pati premtu vetting për policinë e Kosovës, që nuk kuptonte që do i fus policët edhe eprorët e policisë në një proces të trajtimit të kaluar tyne. Pse mendon që nuk kanë guxim me e nis një vetting polici? Nuk mund të paragjykoj, unë besoj se po them jetoj këtu dhe i përcjell ngjarjet aktuale. Nuk është premtimi vetëm që ka dhënë kryeministri, ka dhënë edhe shumë premtime të tjera të cilat nuk i ka përmbush, por unë jem kandidatari asaj në kohë kur ne nga unë miku kanë kërku që ne ti nështrohemi poligrafit, ka pas zërat atila që e kanë kundërshtu. Ne kom qenë një prej idhëtarëve kryesor që kom thonë po du ti nështrohen dhe ta shohin se a pe folit vërtetën, as pe folit vërtetën, dhe a meritoj apo s'meritoj. A e keni kalu ju? Unë e kom kalu, poligrafit. Po ka pas të atil që se kanë kalu. Dhe pastaj për një periudhë shumë shkurtër, është ndalë, kanë thonë, duhet të largojmë sepse na dalin ndoshta shumë prej tyne që se kalojnë. Kjo ka ndodhur në cilën vit, kolonel? Kjo ka ndodhur në vitin 2006. Dhe ka pas njerëz që nuk e kanë kalu? Ka pas që se kanë kalu. Punojnë polici prap? Jo, disa nuk punojnë. Kanë dhënë dorëheqje apo kanë qenë shkarkuar prej? Kanë dhënë dorëheqje. Okej. Tash, po ashtu përpos këtij testi ka pas edhe një raport të AKI-s, i cili është bërë diku nëse nuk gaboj në vitin 2011, i cili kanë nxjerrë disa struktura që kanë qenë të papërshtatshme. Edhe ai raport është në fjok. Pse? Është e vërtetë se kanë qenë diku rreth 40 e diçka zyrtar të lartë që nuk e kanë kalu testin e AKI-s. Është tentu të iniciohet nga inspektorati policor një hetim i detajum rreth atyre rasteve, është fillu, është ndalu, nuk i di arsyet. Nuk i di arsyet. Unë besoj se ndoshta edhe për arsye politike, sepse kanë prek grupet e interesit, sepse unë e kom pas një bindje që policia përveç që kontrollohet nga mrenda, kontrollohet edhe nga jashtë, sepse ka grupet e interesit që i kanë raportet shoqërore, raportet miqësore, raportet e mahershme, strukturat e mahershme dhe kanë tentu që edhe ata të bëjnë një lloj kontrole apo të avansojnë. Unë e di kur një grup të rashterve i kem avansu
njeri po më thot ta prej grupit tonë, tha, 5 e kalun, thash, cili grup, çfarë grupi? Nësë duhet kemi grupa, dhe jenë pjesëtarë të policisë, dhe tha, do t'ju ftoj, thash, nëse më thonë si pjesëtarë të policisë, jemi gatshëm me ardhë dhe me pi një kafe dikun. Por nëse me ndonë si pjesë e grupit, harroje këtë punë se nuk bashkan gjitëm. Po flisni që ka grupe mranda? Ka grupet interesit, që i kanë do raporte të mahershme, cilat me fanatizm mundohen që ato t'i rujnë dhe t'i ngrisin dhe t'i avansojnë personat e saktum, por unë nuk e kumpon do një vullnet që përkrohen profesionistët e merifilt njerëzit që vërtet kanë mundësi me dhonë një kontribut shumë më të madhë se ai aktual, për arsye se unë zdi kush e ka mendu ato, por një pjesë bukur e mirë e kolonelve që kanë dhonë kontribut me vite, jenë cilësit këshilltarve që nivel rajonal, nivel drejtorisë përgjithshme, cilët asgjë nuk bojnë, askush nuk ishe as që vinë punë, morin paga bukur të majme për standardin e Kosovës. Që kjo punë, kolonel, je prori policisë, ke pas një pozicion, dhe kalon këshilltar i komandantit të rajonit. O kalon këshilltari cili kur s'pyt as me të këshillu, as nuk thirr as në takime, as ata persona lirisht mund dikush të verifikon, as nuk duken punë, ata shkojnë mëngjes vetëm paraqitin aty edhe kthehen e bojnë një tek në sistem edhe. Zakonisht këto lëvizje janë interpretu si shkarkime. Po në anën tjetër njerëzit vazhdojnë me marrë pagën e njëjtë dhe gradat e njëjta. A pse nuk ka guxim brenda policisë të Kosovës me nis procesin e degradimit, pra, nëse dikush e ka pas një gradë. E kemi në atë parapamë dhe sistemin e degradimit, nëse dikush ka bon ndonjë shkelje, ka mundësi që degradohet. Është e parapamë me ligji policisë e parashef edhe një gjë të tillë. Unë prej përvojës time nuk di që ka pas kolonel ose nën kolonel ose major të degradum, të paktën prej danave që unë i kam deri tash. Po unë besoj se nuk ka pas as arsye dhe nuk ka pas as argumente për me degradu dikend. Po nëse dikush prej nëse dikush prej drejtorit të një shtylle të hetimit shumë të rëndësishme, kalon në këshilltar të drejtorit të stacionit ose të drejtorit të regionit, kjo është një mosbesim i institucionit ndaj pozicionit. Nëse ai kalon si këshilltar i mirëfill dhe vërtet dikush e këshillon ato dhe konsultohet me të për ndonjë çështje caktuar për çështjet e time që e përmend edhe ju, është pozitive dhe është e mirë. Por nëse kush nuk i interesohet, aja po shkon në stacion as po shkon apo i thojnë s'ki nevojë me ardh hiç, edhe qëndron te shtëpia, ai degradim për mua është i papranueshëm në atë formë. Nëse vërtet plotësohen kushtet që ata kanë bën ndonjë shkelje, në të iniciohet procedurë ose disciplinore ose penale, varësisht prej shkeljes që ka bën. Po çka e boni qeverinë aktuale me hjek dorë prej vettingut në polici? Nuk i di arsyet, është thonë ajo, por... A dohet mu bo, si pas mendimit ju, një vetting polici? Unë, për me marrë dikush një gradë lartë në policinë e Kosovës, i dohet s'paku një 22 vjetë përvoj punë. Nëse dikush për 22 vjetë përvoj punë nuk e ka dëshmuar që është njeri i përkushtuar dhe njeri që meriton ta kap atë gradë apo atë pozitë, atëherë nuk e di çka duhet me bë. Unë mendoj se vettingu duhet bëhet në institucione tjera, në gjyqësi, në prokurori, por jo edhe në polici. Është i parësyshëm, por ne kemi ligjin që i parashef edhe shkeljet e lehta dhe shkeljet e rënda. Për shkeljet tilla duhet me qenë të pamëshirshëm dhe me ndërmarrë masa. Ju po e përmendet poligrafin, e përmendet edhe raportin AKI-s, ka njerëz strukturë të cilët testet të integritetit nuk i kanë kalu dhe vazhdojnë me qenë punë. Çka me bu me këta njerëz? Ajo, ish dasht të veprohet, por nuk i di arsyet pse, po të me di që është fillu një jetim, është ndërpreja jetim, pa rezultat, është fol edhe mrenda policisë, kanë fol edhe qytetarët, se mrenda policisë do të fillon spastrimi prej njerëzve që nuk e kanë kalu testin, por ajo në realitet nuk ka ndodhë, në anën tjetër nuk e di edhe sa kanë qenë
edhe të arsyeshme ato raporte që kanë qenë relevante, ato që vërtet është gjetë, që ata nuk meritojnë. Po procesi është bloku prej asaj Po kohë. procesi është i blokuar, nuk ka rezultat prej atij procesi. Kisha dashur para se me kalu të tema tjera, me nda me neve këtë testin e poligrafit, që ka qenë përvoja? Po, ka pas, si tash në fillim, ka pas hezitime dhe kundërshtime prej disa kolegëve tonë që kanë thonë nuk kemi nevojë të nënshtrohemi testit poligrafit, se testi poligrafit nuk pranohet edhe si provë edhe në gjykat, mirë po është test orientues që mundet bazën e dyshimit me ngrit në nivel pak më të lartë se diçka ka. E di se në Shtetet e Bashkuara të Amerikës asë një person tash në poste publike nuk vendoset pa kalu testin e poligrafit. Askush nuk punon në FBI në pozita udhëhese pa kalu testin e poligrafit. Dhe ne kemi menduar se është përvojë mirë që duhet ta bartim edhe te ne këtu, dhe unë tash me disa kolegë kemi qenë hidhtar të asaj dhe kemi insistuar që ti nënshtrohemi dhe ju kemi. Ka qenë përvoja, çka ju kam pyet? Po nuk ka qenë ajo, është bon përmes kompjuterit, jenë formulu disa pyetje, disa prej pyetjeve ka qenë, më kujtohet, a keni bën ndonjë vepër penale gjatë karrierës juaj, apo a dini ndonjë person që ka kryer ndonjë vepër penale e ju nuk e keni raportu atë person. Dhe në raste të tilla për cilën reagimet edhe të zemrës, edhe të gjersitjes, edhe shpeshtimit trahunave të zemrës, ata normalisht që nuk kanë bon, nuk pritet që tash ata të reagojnë edhe të rriten trahunat e zemrës. Ata të cilët ndoshta kanë njohuri që dikush ka kryer ndonjë vepër e se kanë arrestuar, mund të ketë reagim dhe reagimet e tilla regjistrohen, pastaj është një bazë dyshimit që mund të ketë diçka, pastaj duhet bëhet një intervistë dhe të pyetet rreth çështjeve të tilla. Kanë qenë ekspert amerikan këta që e kanë bërë? Ekskluzivisht kanë qenë ekspert amerikan. Dhe e zbatojnë vendin e vetë prej kavin? Ata në vendin e tyre na kanë thonë që e zbatojnë dhe askush nuk ka mundësi në FBI të merr ndonjë pozitë menaxheriale pa e nënshtruar testit poligrafit. Pse mendon që ka refuzim të ata është për? Po nuk e di arsyeën, po them friga nga ajo, ne kemi dalë prej një situate jashtëzakonisht tron, po them e kemi pas një situatë jashtëzakonisht të vështirë këtu dhe njerëzit kanë kaluar në rrethona të lloj-llojshme, nëse vetë nuk kanë qenë kryer ndonjë vepër penale, ndoshta dinë diken që ka kryer ndonjë vepër cilin nuk e raportojnë dhe i cili sot shëtit i lirë dhe nuk ka mundësi të arrestohet. Ne nuk kemi tregu gatishmëri, as guzim, as qytetar, as profesional, që vërtet nëse kemi njohuri për diken që ka kryer ndonjë vepër penale që është në kundërshtim me ligjin, ti nënshtrohet edhe dënimit edhe sankcionit penal për ata që e ka bërë. Po flasim për kohën e UNMIK-ut, ç'është është përvoja juaj në atë kohë? Unë e kam bindjen time personale që ajo kohë ka qenë kohë shumë e mirë, ka qenë kohë e artë, ne kemi punu dhe kemi bashkëpunu jashtëzakonisht mirë, kemi qenë një grup e prorëve të lartë në pjesën fillestare në prej vitit 2001 e kom pas gradën e nënkolonelit dhe e di që në rajonin e Gjilanit është bërë punë e mrekullueshme, ne si rajon i kemi pri edhe procesit të të morës kompetencave si nivel stacionit dhe nivel të rajonit. Për thëmë me modesti, unë kam qenë komandanti i parë i policisë Kosovës që ku më thesh në rajon vitin 2004, rajoni Gjilanit është pavarësu dhe unë kam qenë komandanti ati rajoni. Vetëm është dasht me artikulu një çështje, është dasht me ngrit një çështje se nuk ka mungu asë njëherë për kraje, nuk ka kuraje që na ndihmojnë. Dhe një e di që në momente caktume, ata jenë konë shumë më të lirë prej politike se na. Nga përvoja këmë pa që ata shumë herë, në momente kur jenë mbështet për muri, kanë thonë,
12-24 është në fuqi dhe s'kam obligim me të konsultu ty edhe me të pyet ty. Çka kanë qenë këto për shteti për muri? I kanë kry, po them, kur ne kemi insistu në ndonjë çështje që ta kryjmë në këtë formë, kanë thonë s'ka mundësi. Nuk lejon ligji dhe nuk ka mundësi. Kanë qenë kërkesat ndryshme të një ministri që kërkoi këtë ndrohet një rregullore, i tha ndroje, e ki fuqi ndroje. Nuk e ndroj, tha nuk i ki për krajen tonë. Dhe nuk ndodh kjo. Atë guximin, ata që e kanë pas, ne se kemi pas. Po thëmë, nuk e mujt me shprej para njerëzve tonë, ta ata e kumë pas që kanë qenë tirë me shprej atë guximin e vetë dhe me thonë. Këto janë kompetencët e mija dhe unë silëm konform këtyre kompetencave. Nëse e merr me krahasu atë kohë dhe kohën e tashme, policia unë mikut me u krahasu me policinë e Kosovës në kapacitete. A menon që kanë qenë më shumë të pajisur, me më shumë kapacitete, në atë kohë se sa që jemi tash? Jo, pajisjet ne që sot i kemi, që ne sot i posedojmë, ata nuk i kanë pas. Kanë qenë pajisje moderne të kohës ata? Po kanë qenë, por ne sot kemi pajisje shumë të mira, pajisjet më të reja që jenë, dhe rregullisht kemi donacionet ndryshme, sidomos prej ambasadës amerikane, që na pajisin me pajisjet më të mirat, më bashkuoret, prej britanezëve, prej gjermanëve, prej Turqisë dhe shteteve tjera, po them që na ndihmojnë edhe me trajnime edhe me pajisje. Sa i përket asaj, ne jemi të pajisun, besoj se shumë mirë, por nuk do të thotë që do të ndalemi aty, po tash do të arritun teknike shkencore, do të zbatojmë edhe në praktik për përmbushjen e misionit policisë. Pas Gjilanit ju keni kalu dhe jeni bo shefi operacioneve të policisë të Kosovës, dhe tash këtu po du prap me marë historinë e juaj ose ngjarje që i dini. Kështu, pas Gjilanit, në vitin 2005, unë je marrë jo me kërkesën time, por ka vendosur komesari i policisë ashtu, ka marrë në pozitën e drejtorit policisë kuvitare. Deri atëherë, policia kuvitare ka qenë si rajon, nuk ka qenë në strukturë si departament i veçantë, dhe në momentin që ka marrë në takimin e parë, në atë kohë drejtori policisë kuvitare kishte qenë një rus, një Jelisej. Në takimin e parë unë u prezentova dhe i thash komesari më ka emëruar drejtori policisë Kosovës për policinë kuvitare, tha policia Kosovës edhe 15 vite, tha nuk do të ketë drejtor, thash. Unë thash, je marrë në këtë pozitë, thash edhe kam vendim. Kur u ktheva, u takova me komisarin, thash, cili është përshtypja parë, thash, këto fjali kem ndru me zveti, kërkoj prej këshilltarit ti, tha, nesër në ora 14, të gjithë ndërkombëtarët mi të bon, në salë edhe tha, du me bisedu me ta. Ju tha, prezentoj para gjithë atyne, tha, Reshati, tha, është drejtori policisë kuvitare, tha, dhe fjala ti është fjala e fundit. Tha, ju, tha, dy hapa mbrapa ti, tha, nëse dikush e kundërshton urdhrin e tij, tha do të ballafaqohet me mua, tha, dhe me përfundim të misionit. E cili ke reagimi i këtij prokurorit rus në takim? Ai ju nënshtrua pastaj urdhrave dhe kishim një bashkëpunim të mirë për një periudhë shumë të shkurtër kohore, se unë krejt 6 muaj kom punu në policinë kuvitare, e kem bon strukturën, kem kriju disa njësi, kem kriju 3 rajone cilat edhe sot funksionojnë, pastaj ka qenë në pjesën e Dragashit me një territor të caktuar, e kem pas edhe njësi të patrollimit me Kuaj, e cila ka funksionu në mënyrë të mrekullueshme. Kish pas shumë kërkesa qytetarëve atje për hyrje ilegale nga ana e Shqipërisë që i kishin dëmtuar, sidomos blegtorët, aty ju kishin marrë dele, kish pas prerje ilegale, kish pas vjedhje nëpër shtëpitë e tyre, me patrullimin e asaj njësie dhe vëzhgimin e terrenit, atje të gjitha ato janë eliminuar dhe kam pas shumë fjalë të mira dhe përkraje të fuqishme prej qytetarëve për atë njësi që u kriju. Ajo njësi ka qenë në aspektin material njësia ma lirë që është kriju në policinë e Kosovës. Pas një vitin ndodhen ndryshimet, unë dikun në prill të vitit 2006,
jemi emëru udhëhes i operativës, i shtyllës operativës në policinë e Kosovës. Po du tash me ju bëni pyetje për shkak se keni përvojnë policinë kufitare. Po e përmeni që është nalë kontrabanda në Dragash, po pse s'është nalë kontrabanda në Veri, e cila ka vazhdu deri tash? Ka qenë shumë vështirë ne si polici që të bëjmë diçka. Ne thamë në fillim që ndërhyrjet politike, po edhe pandimin e politikës policia ka shumë vështirë edhe të vepron, sepse duhet një mbështetje e fuqishme edhe politikës që policisë të jep fuqi, të jep forcë, ta rregullon çështjen e ligjit dhe mos ketë pengesa. Unë sa kam qenë drejtor, kemi pas një patrull trafikut në pjesën veriore që ka patrullu në drejtim të Leposavicit dhe i patabo dhe një në drejtim të Zubin Potokut. Kam pas shumë reagime, shumë vështërsi në atë kohë prej Oleksit, zbon 2 patrulla, zbon kështu, dhe unë me një fazë, kur atje komandantët e 4 stacioneve nuk e zbatu në urdhrin tim, unë i pata shkarku ata prej pozitës dhe ja pata ndërprej marrëdhënien e punës. Nenad Gjuriqi, në vitin 2011, Nenad Gjuriqi që ka qenë drejtor rajonal, në atë kohë ka qenë komandant i Zveçanit, ne e kishim parapo ato që televizin prej Zveçanit në Leposavic, dhe ai në vend se me orë në takim të ona i ka shku për Beograd atje me struktura politike të mirë të vesh, pas një muji që ata nuk e kanë shfrytzuar të drejtën e ankesës të suspendimit, unë ja kam ndërprej marrëdhënien e punës. Mirë po, nga një ndërkombëtar, në atë kohë që ka qenë zavens i shefit të Oleksit, mos të interpretu, tha, shefi yt është i dhëruar shumë, tha, për veprimin që ke ndërmarrë, thash. Me ministrin jemi konsultu, po ju edhe me gjithë të tjerët. Nuk kuptoj ke shef ai. Ai nuk kuptoj ke në atë ishte po. Tha, është i dhëruar, thash. Unë nuk jem konsultu me ta vërtet, ai që nuk isha konsultu me ministrin. Ministri ka qenë një uri dhe ku më thonë, unë basi që ata nuk e kanë shfrytzuar të drejtën ligjore, të ankohen për mas e suspendimit, ligji më obligon që t'ja ndërprej marrëdhënien e punës dhe ja kam ndërprej. Ma vonë, ata u kthy, ai Gjuriqi u kthy prej pozitës të largumit punës, u kthy drejtor me marrëveshje të veçantë, me marrëveshje speciale që u bën në Bruksel dhe e krijuan rajonin e Veriut dhe ai erdhi drejtor rajonal atje. Po, çush e shpjegon që të punë që kanë lyp që ka shumë konsultime për Veriun. Edhe e dyta është, ne kemi portretizuar që vetëm policë sërbë kanë pasur rol në kontrabandë. Në anën tjetër ka pasur operacione të Unmikut ku janë arrestu edhe policë, edhe prorë të policisë të Kosovës prej anës shqiptare. A menon që është toleruar prej dy anëve? E vërteta është që në të gjitha rastet kur kemi zhvilluar ndonjë operacion të veçantë për parandalimin e kontrabandës, kem hasë edhe në kolegë tonë që kanë qenë të involuar në një farë forme, ose i kanë ndihmu, ose i kanë mbështetur, ose i kanë liju transportin e tyre. Me siguri se kontrabanda nuk bëhet edhe pandimen tonë. Nuk ka mundësi, sepse të gjithë ata që kanë ble modra të kontrabandum, jenë prej pjesës tjetër të Kosovës, jenë prej Prishtinës, jenë prej Gjilanit, jenë prej Prizrenit, që kanë shku atje dhe kanë ble. Dhe të gjithë ato modra të kontrabandum kanë ardhur rrugëve tona, ku ne kemi pas kontroll 100% dhe askush na ka pengu. Por ato kanë ndodhë. Nuk them edhe sot që 100% i kem eliminuar dhe përkundër asaj pune jashtëzakonisht mirë që është u bën atje, që është ndërprej kontrabanda krejtësisht. Pa kanë dhënë llogari njerëz që e kanë toleruar kontrabandën. Shumë herë a janë amnestu këta? Ta them, jenë gjetë si fajtor do policë patrullave që jenë involuar në kontrabandë, asnjëherë nuk kemi pas përgjegjësi të prorëve të lartë apo të ndonjë personi politik që as e kemi lyp atë lidhjen mes kuj po ekziston dhe po organizohet dhe po tolerohet një kontrabandë e tillë. Por e kemi kënaqur opinionin me ato, kemi thonë, u arrestuan 15 policë dhe kemi bën dhe show mediatik atje të ja vendos në uniformë prongat policëve,
por jo edhe që kem arrit ta identifikojmë ndonjë epror që ka pas ndikim më të fuqishëm që edhe ka toleru, edhe ka qëndru mbrapa atyne. Po do më kthy pak pasi jemi te veriu. Në 2011 ju shkarkohuni prej drejtorit të policisë të Kosovës për shkak të operacionit të veriut. Unë ditë kam qenë në zyre deri në ora 6:30 në mramje, dhe s'kom pas një ori as pak për atë operacion që është planifikuar operacion dhe që udhëhiqet nga dikush. Ma vonë prej kolegu tim që ka qenë ushtruesi detyrës zavensit për operativ, sepse në atë kohë patë ndodhë që Adifete Jajoga, zonja Adifete Jajoga pa shku në pozitën e kryetarit prej pozitës zavensit që ishë për operativ në atë kohë një prej bashkëpunëtore më të afërta, përkohësisht e pa të më caktu Shpend Maxhunin, ushtrues detyrës operativës. Dhe ma vonë kom kuptu prej ti që ai ka shku me një operacion në veri, ne kemi pas një plan operativ të mahershëm për parandalimin e kontrabandës dhe Shpendi ka qenë sipas atij plani koordinatori nacional për parandalim të kontrabandës. Mu më është thonë që po shkojmi e kem një operacion në veri në pjesën jugore për parandalim të kontrabandës. E ku më zu, thash, nëse është operacion më i gjerë edhe ke nevojë edhe për ndihmë tjerëve, lirisht kërkon ndihmë edhe njësive speciale edhe për rajoneve tjera. Dhe me aq unë jam ndal me një fëqi timin, kam qenë të e pi një kafe, kur vajza imi më ka thirrë në telefon prej Ferizajt, më ka thonë, bab, ku je, thash, qenë në teras, po pim kafe me një fëqi, tha, po shkru në televizion, tha që je shkarku prej pozitës, thash, mos është në emision humoristik, tha, jo, tha, s'po ndalet, atëre ku më shku në banes. Ku shku në banes, vetëm mediat depërtuan edhe më thirrën, më pyetën, ku je, thash, jem banes të pi kafe me familje, thash, pe përcjell edhe unë situatën, po s'kisha as një informim zyrtar. Kishit marrë vendim ju? S'kisha marrë kur fare, s'disha kur gjo. Ato unë e kum pa përmes televizionit. Dhe pastaj e kum thirrë ministrin Bajram Rexhepin e ndjerë, me cilin kum pas një bashkëpunim jashtëzakonisht mirë dhe kum pas besim shumë të fuqishëm te ai. Thash, ministër, kështu po shkruan, tha, unë nuk di asgjë. Mu ka duke pamundun që ai s'ka ditë asgjë, sepse ma vonë e kum vërtetu që ai ka ditë çdo send dhe kanë qenë bashkë edhe me kryeministrin në atë moment, po nuk e di arsyen, sepse unë nuk kam qenë ndonjë person i rrezikshëm që e kum rreziku ose e kum fy ato ose kisha përdorur ndonjë fjalor tron ndaj tij, sepse tash njerëzit nga njëherë fuqin ligjore e shfrytëzojnë apo kushtetuese, kryeministri e ka pas të drejtën dhe ka të drejtën për emërimin e drejtorit, por se ka të drejtën e shkarkimit. Çështja e shkarkimit drejtorit rregullohet me ligj policisë. Dhe ndaj meje nuk është zhvilluar asnjë procedurë, as disiplinore, as procedurë penale. Vetëm te kemi të qartë për publikun. Po flasim për operacionin e vitit 2011 ku është vrarë Enver Zyberi dhe ku policia njësitë speciale kanë shkuar në atë zonë. Ju ka kërku juve me autorizu operacionin? Çka ka ndodhur? Si pas akteve tona të mrenshme për operacione të ndihshme, operacione të mëdha, është e parapame që operacionin në udhëheq drejtori apo personin cilin e nominon drejtori. Mu më është thonë që kryeministri ka udhëheq atë operacion, kryeministri ka vendosur ashtu, as ministri jo, do thotë që ka përjashtim të atyre akteve dhe unë as se kum autorizu dhe as kum pas një uri. Ajo që për mu është ma rënda është që Enver Zyberi vra ditën e dytë, nuk vra natën e parë me 25-in, po vra me 26-in, që do të thotë tash është dashtë ndërmirët diçka ma shumë, nëse kanë hasë në rezistencë me 25-in që e kanë pa që atje nuk i kanë prit me dorë trokitje që me kalu aty njësit tona, por ka pas edhe shkëmbim të zjarit edhe qëtëna të pa numër
popullatës sërbe, atëherë është dashur ose të ndryshohet taktika, ose të ndryshohet koha, ose të ndryshohet rruga, ose të ndryshohet diçka. Në raste të tilla nuk ka mundësi taktikën e njëjtë, rrugës njëjtë, me njerëz të njëjtë me shku, kur e din çka të pret në rrugë. Por nuk e di. Në vlerësimin e juaj, operacioni ka qenë i planifikuar mirë apo ka pas probleme? Unë me ashtë sa di, operacioni ka qenë ad hoc dhe nuk ka qenë i planifikuar si duhet, nuk e di a kanë zhvilluar negociata. Edhe nëse kanë zhvilluar jashtë dijes time, po them unë nuk kam njohuri për ato dhe nuk mund të jap ndonjë vlerësim. Por kam qenë idhëtari i asaj që më ndëgju që është bën një vlerësim, sepse në situatat e tilla, në situatat e rona, duhet bëhet një debriefing edhe të vlerësohet tash cilat kanë qenë onë pozitive, çka ka shku mirë, komunikimi, përgatitja, pajisja, gjitha ato çka nuk ka shku mirë. Dhe të mësojmë për ati operacioni për operacionet tjera dhe mos na përsëritet tash që të na vritet edhe dikush tjetër. Nuk kam njohuri që është bën një debriefing i tillë, çdo sen është mbajt në shefësi dhe nuk... Se kur ka raste të tilla, kur ka vrasje të policëve, nuk ka analizat qarta. Çka ka ndodhur? Po e shohim tash edhe te rasti Banjska, nuk e kemi një përgjigje të saktë pse policia nuk ka pas asnjë informacion për këtë punë. Ajo që e thatë tash nëse të rreheshim një paralele mes fazës UNMIK-ut dhe ajo tani që ndodh, në kohën e UNMIK-ut ne jemi ballafaqsuar si rajon, në rajonin e Gjelonit e kemi pas policin e parë Lazim Recepin që ka qenë i vrom në fshatin e tij të lindjes në Petrovsk në afërsi Dobërçanit. Menjëherë posa kanë dëgju ndërkombëtarët, më kanë fëtu mu dhe kem shku e kem vizitu familjen, e kem vizitu edhe kufomën në spital që është përcjell, po i kemi thirrë edhe kolegët tjerë. Dhe tash, normalisht se kolegët tjerë kanë qenë shqetësuar për ato që ju ka vrarë, kolegu me cilin kanë punu deri adit bashkë. Dhe kem bën një konsultim se detyra jonë është e rrezikshme, mund të ballafaqohemi me situata të tilla që mund ndodhë që edhe të vritet dikush, por duhet ta marrim sepse luftimi i krimit nuk është ndonjë punë e lehtë dhe ballafaqohemi edhe me situata të tilla. Ka qenë një njësi kast që është marrë me këshillim me largimin e stresit në situata të tilla. Ajo njësi tash nuk ekziston në policinë e Kosovës, që për mua ka qenë e mirë që me pas mundësi edhe psikologu me bisedu me policë të tjerë, mi bindë sepse ajo është një dhimbje, humbje e një kolegut. Tani nuk ekziston, kjo është e keqe. Juve gjykata konstatoi që shkarkimi juaj ka qenë jo në përputhje me ligjin. Ajo ka kërku falje deri sot dikush. Përfshirë edhe Hashim Thaqin për atë shkarkim. Jo, unë as që kum prit kërkim falje për kriminalisit, do të më vjen keq edhe ku është tash edhe për çka është atje. Por për mua ka mjaftu vetëm ajo që gjykata ka konstatuar që vendimi i atëhershëm i kryeministit ka qenë vendimi kundërligjshëm. Do thotë tash veprimi i tij ka qenë i kundërligjshëm. Unë e kom marrë një dallim në pagë në atë kohë për periudhën sa kam qenë i emëruar si drejtor, por nuk është që tash të gjithë ne kemi nevojë përpara dhe punojmë përpara, por nuk është që shpirtin më kanë shëru ato parë dhe lëndimin që më ka bën, sepse unë nga ai moment i shkarkimit kam qëndruar në policinë e Kosovës, por ta them nuk kam pas ndonjë përkraje ku me ditë se sa për menaxhmentit të lartë. Edhe kam vazhdu punën si drejtor i drejtorisë për planifikim strategjik dhe çështje ligjore. Shumë herë kam pas nevojë që të konsultohem edhe me drejtorin dhe t'ja prezentoj aktet e tilla që ta dëgjoj edhe mendimin e tij. Nuk kanë shprehë interesim, po them, për ato. Dhe ajo ka qenë fazë bukur e rëndë. Pse? Unë edhe në kalumen kom punu në polici, isha komandant i trafikut, banojsha në Gjilan, punojsha në Ferizaj, kur u kthejsha, më thoshin qytetarët, kanë qenë policë të trafikut në bastisje, që nuk u konë praktik mu involvu policë të trafikut në bastisje. Dhe tash njerëzit e mi angazhoj këtë dikush tjetër.
Pe pyes komandantin e stacionit, thash, cila është arsyeja? Nuk ishim telefon, as kisha as telefon kablovik, në familje e isha në fshat, as telefonat me që më atëherë, thash, su më ke njoftu dje që ki munges stafit, ti jap 10 policë edhe ta di ku janë, po qysh pa dijen tem. Hajse nuk është asgjë, e kem arrestu një kriminal, edhe tash këto gjëra, kur nuk respektohet hierarhia, kur nuk respektohet pozita e dikuj, është shumë e domshme, po thëmë e organizat, shkon drejt shkatrimit, drejt humbjes edhe përmbushjes të ati misioni, të ati vizioni, për atë arsye edhe ju thash, nuk është praktike mirë që njerëzit me gradat larta të caktohen si këshilltar e mos pyeten kur. Nëse e në këshilltar, ne t'i pyet në herën dikush, ne t'i thirr në herë dikush, ne t'i angazhon dikush, ne kemi shumë gjëra ku ka mundësia ta t'i angazhojmë dhe ta japin kontributin e vetë, sepse jenë kohën e prorë të lartë dhe vërtet meritojnë tash. Unë po nisim nga ajo që asnjë trajnim, asnjë takim, asnjë konferencë, më prej 2011-s askush s'u nga thirr, ku më qëndru deri para 10 ditën në polici. A ka qenë kjo vendim politik i cili është zbatu? Nuk e di, po them mund t'jetë, që sepse çështje personale. 2010, okej, ka marrë vendim Hashim Thaçi, ish kryeministri Hashim Thaçi në atë kohë për me të shkarku, po çaj background të ka shoqëru deri në pension, janë ndru drejtorat, janë ndru kryeministrat, janë ndru edhe partitë cilat e kanë ndodhur vendimi i gjykatës. Unë po them nuk kam pas asnjë çështje personale. Apo vazhdon çaja frym, hala me çën polici. Po më duket është një po them një tendencë e do tekeve të individëve për një hidhrim ndoshta të vogël në gjatë punës mund të kemi edhe kundërshtime që kundërshtojmë një tjetrin, por nuk duhet të reflektohet tash me zhvillim të karrierës, nuk duhet tash me saktimin në pozitë, nëse kemi kundërshtu, normalisht se kemi vlerësuar që kemi të drejtë me kundërshtu, por jo edhe në atë mënyrë që të lihet krejt unash dhe të injorohet në atë formë, sepse ajo është e domshme edhe për personin, edhe për shoqërinë, po edhe për organizatën, sepse përvojën time jenë të pakta ata që e kanë në policinë e Kosovës, dhe 10 vitet e fundit nuk ka pas tendencë që të përfitojnë diçka nga përvoja personale. Po du mu këthyjemi në fund të misionit në vitet e 90-ta. Pak njerëz e din iniciativën për me themelu polici, po i quj paralele të asaj kohë. Ne ishim dhe dishim dhe përcjellshim ngjarjet politike të asaj kohë dhe në vitin 1990 u plotësuan gjitha kushtet që përshkaqe politike dhe ne ta lëshojmë policinë e Kosovës. Unë e kujtoj atë ditë që ka ndodhur, kam qenë komandanti i policisë trafikut, kur kolegët e mi refuzuan dhe para se më moj takimin a ishëm dhe dishëm që vinë 2 prorë prej Prishtinës, me qëllim me vendime të përgatitura më herët për ndërprerje të marrëdhënies punës, por fillimisht edhe mi lutë që të qëndrojnë dhe të bëhen pjesë e Sekretariatit Republikan të punëve të brendshme të Serbisë. Unë i ftova 7 kolegë, ju dhash ka një kafe në mëngjes dhe kërkova për njënit prej tyre, thash, është mirë, thash, ti më qua dhe me diskutu, mos e lëshoni si qyqar, po folni diçka dhe kundërshtoni, thash se s'kan çka ju bojnë, s'u në arrestojnë asgjën, dhe thash ti e zotnon mirë gjuhën sërbe, thash fol sepse kish shkuar shkollën e mesme në Kameni Sremit. Mirë po, unë nuk e dita që para me e kish fol zavenci jem me to, dhe ato e pregaditën dhe eftun të parin, thanë dëshiron me punu apo për refuzon. Thas nuk po shoh arsye për me lënë punën. Dhe ai ka mbetë dhe ka punu. Ish një dush i ftoftë për mu, tash unë para gjysore bisedova i dhash kafe dhe kërkova prej tij që ai të fol diçka, ky foli krejt kundërtën.
Kur uftu i dyti, unë nuk dëshiroj me punu, atëherë një aplauz shumë i fuqishëm dhe shumë i madh, po thëmë për të gjithë neve, por nuk ka qenë edhe lehtë me lëshu, sepse në total ne kemi lënë punën në atë kohë 3500 policë, ne atë kohë ja kemi regjimit Miloševićit ja kemi dorëzu 3500 ormë gjata, 3500 ormë shkurta, 7000 ormë, po ti kishim pas në atë ormë në fazën fillestare, me siguri se Serbia ndryshe ishte sjell me neve. Por ishte bindja politike atëherë që ne nuk mendoni dhe me njëherë pas asaj fillu me formu sindikatën e pamvarur të policisë dhe punum dhe veprum deri në vitin 1992 si sindikat. Në vitin 1992 kur fillun më kryu institucionet e Republikës Kosovës si pas kushtetutës Kaçanikut, u formu dhe Ministria e Punëve të Brendshme dhe unë kam qenë pjesa asaj ministrie përgjegjës për rajonin e Ferizajit. Kemi zhvillu aktivitetin ton profesional, tani ka pas shumë raste që kemi dalë edhe në vend ngjarjes, kur ka ndodhur ka pas që kur kemi ndëgjuar që dikush është marrë në bisedë informative, kem shku e kem pyet, e kem marrë deklarat për tyne, kem bërë disa fotografi dhe gjithat material ja kemi dërgu Këshillit për mbrojtjen e drejtave të lirive qytetarit, që shumë herë janë prezantu ato para opinionit ndërkombëtar për prezantim dhunës që po ushtron pushteti atëhershëm. Si rezultati asaj, ne në vitin 94 u arrestuam. A u prezantojshit në atë kohë ju si polic të Republikës, apo u prezantojshit si aktivist, apo... Jo, ne kemi pas si mbules, e kemi pas sindikatën. Ka ndodhë që ka ndodhë eksplozive në 2 pompa naftit, dhe të njëni dyshojshim që ka lidhje të afërta me pushtetin. I tham, ishëm në Shkup e mora një ekspert për eksplozive, se nuk isha unë ekspert, po e mora një ekspert edhe shkum në vend, do ishim me pa tash ka shku projektili, ku vendohet, që shka ndodh, dhe i tham, ishëm në Shkup, po këthym rasisht, e pam që jetu pënu, deshte me pi ka një uj të te. Nuk i tregum, po na e krytëm punën tonë. E ka pas prej të atil që janë orë dhe i kanë lejmru rastet e na dhe kanë thonë, je marrë tash po du ju të merrni këtë rast. Një rast që unë edhe gjatë hetimeve tash ata jenë mundu me dëshmu paralelizmin, pa të ndodhë ofër fshatit tim një vajzë të lujt karshit edhe kara me një lumë, ka qenë një uj i madhë dhe e ka bartë. Atëre kolegët e me i luta në Prishtinë, thash ekipin e Zhytësave, dhe mora ekipin e Zhytësave, e kërkum dikon me një distancë, një 3 kilometra, nuk patëm fat me gjithë ku fomën e vajzë 6 vjeçare ka qenë. Mirë po, ma vonë e kum kuptu që telefonin tim dhe telefonin e kolegës ne kishin përgju, se kishim telefon, në atë ku arritëm me vendos telefonat në fshat, dhe e kum kuptu tash për krejt operacion dhe të ishin pse ti i ke angazhu ekipin e Zhytësave me kërku atë vajzë. Kem pas edhe operacionet cilat jenë të përshume në librin e kolegut tonë Sherif Krasniqi, libri thirret Siguria dhe sigurimi, në ata përmendet jo vetëm aktiviteti im, po aktiviteti gjithë kolegëve të mi, por vetëm sa për ilustrim për përmendi, ne kishim një bashkëpunim jashtëzakonisht mirë dhe me institucione tjera. Problemi çështja kryesore ish lirimi i hapësirave për shkollim të fakultetit. Dhe Indjeri, akademike shef Adema, i ka qenë koordinator për organizimin e një proteste para fakultetit filozofik, dhe ne i patëm vendos 2 kolegë në binë ofër profesorit. Unë kom qenë i vendosën përball Aleonca, ku ka qenë një shqitore Dubrovkinja, u mirë me pjesë dveturave. E kom pas një pajisje, i vetëmi në atë kohë, po masane i patëm bledhe dhe tjera në Greqi, që hysha në lidhje në radiostacionet policisë dhe e ndëgjësha bisedën e tëne. Dhe në momentin kur është dhënë urdhri për përdorimin e forcës,
unë për mes kolegëve e kum njoftu profesorin, tha unë ndërprej protesta dhe shpëtuan profesorët pa përdor forca. Keni mrimi për gjuhë radiolidhet? Kemë arrit, po. Dhe ato e kum shfrytzu edhe për referendum, edhe për zgjedhje, edhe për çështje ndryshme. Në atë kohë i bëjsha kasetat, i incizojsha, i përcjellsha në këshill, dhe një vozicit të autobusit i thësha merre që të përzi me kasetat tjera të muzikës, mos mizon në gjep, so thësha në autobus, kur arsha në Prishtinë, ai më zbritke para sindikatës. Edhe i dorëzojsha ato, do të thotë kem kry punë mjaft mira, si rezultat i krejt asaj, ne u arrestuam në 94-ën dhe unë u dënova me 6 vite burg. Prej tëne, Gjykata Supreme në mënyrë lineare në ka hek gjithëve ka 1 vit e gjys, 4 vite e gjys i kumojt burg, fillimisht në Prishtinë, Lipjan, Dubrav, pastaj prej Dubravës në kanë largu me 21 qershor vitit 98, unë jem sistemu në burgun e Prokuplës, deri me 5 maj 99, do thot gjatë fazës bombardimeve, kam qenë në burg dhe jem liru prej burgut. Ka qenë një udhëtim mjaft i vështirë, mjaft i rënd, jem arrestu përsëri në Preshev, jem maltretu përsëri, atje jem dënu përsëri në Preshev. Krejt këtë udhëtim timin, Krenar Gjaferi e përshkru në librin e tij që e ka botu gjatë këtij viti Terr e dritë që e ka shujt, dhe është një rrëfim, po them, i plot, i krejt asaj. Ne kemi qenë idealist dhe kemi besu që Kosova duhet lirohet prej saj. Rreth atyne frazave tash, a kemi qenë pacifist, as kemi qenë pacifist, nëse Radio Televizioni Prishtinës ndonjëherë lirohet prej ndikimeve politike, e ka incizim dhe ka mundësi atje mi ja prezentu opinionit, edhe pushkën metrolezin, edhe pushkën automatike, edhe 5 kolta që ju kanë zonë rajonet që unë e ku më dheqe, edhe radiolidhjet, dhe ato, ajërmatim nuk ka qenë për pacifizm, nuk ka qenë... Ju keni pas armë në atë ko? Kemi pas, po thëmë, kur u bon prezentimi dëshmive, sepse gjykimi jonë është mojt në kuvend Kosovës. Nuk ka pas salë që ka pas kapacitet që të mbahet ai gjykim dikun tjetër, kemi qenë 72 të akuzum. Unë kom qenë prej rajonit Ferizajt, rajoni Ferizajt, i Mitrovisës edhe i Prishtinës, edhe i Gjakovës, jemi dënu të gjithë zbashku në kuvend të Kosovës, dhe kemi qenë 72 të akuzum. Prej 72-ve, 63 i kanë liru, sepse ata kanë qenë nën 5 vjetë. Vetëm nënë në kanë nëllë që në kanë identifiku si udhëheqësit kryesor, dhe unë kam qenë në mesin e tëne, dhe vërtet kanë qenë përjetimi jashtëzakonisht tronda. Në këtë formë që unë e po qëndroj para juve me uje, me longje, me këto, ata cilët e kanë udhëheqë timet, derisa isha komandant i policisë trafikut në Ferizaj, arshin sidomos ata të sigurimi shtetëror, e kom bashkëpunëtore, e kom kështu, e kom shok, ndonjëherë mja këtu i tabelet, ndonjëherë në i patent shofer, dhe pritja ka qenë shoshënore, tash nuk kom besu që ata vetëm shpirtin që s'ma kanë marrë. Po thëmë, që silën në atë formë, dhe për mu kanë duk që janë krijese veçantë që knoqen vetëm kur ushtrojnë dhunën ndaj tjetrit. Unë 99-ën posa dola, mas 18 ditë jem bashku me familjen Stankovec dhe pastaj jem kysh në policitë Kosovës në vitin 2000, fillimisht në Gjilan, dhe krahas punës, unë kam bërë përpjekje që dvijoj edhe shkollimin. Dëshira ime ishte në vitin 89 i kom përfundu studimet në Beograd, dhe ishte dëshira ime që të vazhdoj studimet në atë kohë në Shkup, mirë po u prish shteti, u prish docent në vitin 90. Pati mirë që u këthim tjera. Tash, po unë tani vazhdum me disa kolegë studimet në Sarajev,
atje kum kry një specializim magjistraturën dhe kum doktoru në vitin 2019 dhe tani pe materializoj atë doktoraturë, po thëmë edhe atë përvojën time, nube të jem profesor ligjeroj në Prishtinë dhe në Prizren, jem shumë i lumtur që po mipet mundësia atë përvojë ta përcjellet e gjeneratë. Faleminderit shumë, ishte shumë kënaqësi zoti Maliqi ju pas sonte në intervistë, kemi kaluar edhe kohën e transmetimit. Faleminderit. Shikues të nderuar, ishte kjo intervista me kolonel Reshat Maliqin, i cili tash është në penzion, pra ka dalë në penzion për policisë të Kosovës. Ne kaq kishim për sonte, ju vazhdoni me na shkruajt në kallxo.com dhe deri në emisionin e radhës. Mirëmbëngjes.